Vjen tani ky krosim, mundësia këtu kjo goditje, rasti parë për sot. Tani mund tjetë rrezik i madh, Rossa në zonë, Rossa! Krejt jashtë. Krejt jashtë zhuan këtu Renato Rossa. Mire volli topin, por vetëm aq. I shgënjur pa dyshim Gani Sejdiu. Vjen goditja, super gol! Kamer Rudari ka shënuar një gol briljant ky. Minuta e 37 e duelit. Çfarë bombe! 1-0 Ramis Sadiku. Një maestro i vërtet tregon në këto momente Kamer Rudari. Dhe definitivisht shikues të nderuar, ky nuk është lojtar për ligën e parë. Është e vështirë në Super League t'i gjesh 2-3 mbrojtës të krahut të mëj të cilët janë më kualitativ se sa Rudari. Shikojni çfarë teknike. Tani një mundësi e mirë këtu për 389 është Hasani me goditjen në vend Miftari. Pritje bukur nga portieri. Luan me Rinarja Muratajn. E majtë ati është shumë e rrezikshme. Provon të arkëj, topi në zonë, rasti këtu dhe Art Miftari me një super intervenim. Fenomenal portieri i skuadrës Ramis Sadikut. Nëse arrin të mbaj portën e papregur, pa dyshim lojtari si mund tjetë tani Kiqmari, luan në kram javë mirë për Vetica, mundësia këtu, për Vetica goditja aty! Arrin të pres Kaqiu. Tani shansi për 389, vjen arkimia, do të kemi gol të goditja! Në shtyll për vëndon. Ka pasur offside, thonë gjyqtarët. Është në gjallë loja në këto 10 minutat e fundit, mjaft shumë. Allin në fazën e sulmit 389, ja ku ishte momenti, kam përshtypjen pas shënoj gol këtu. Skuadra para, ku top drejt për Vetica, sa shmëj shpejt se kundërshtari, shansi këtu. Për Vetica dhe moment i diskutueshëm ky. Por gjyqtari Janovali nuk ka penalti. Loja vazhdon në anën tjetër, Aurona Demi e zë topi brenda vijave. Haliti apo Kaqiu, Haliti, ekzekutim perfekt i penaltis dhe 2-0. 2-0, një gol i qetësis për skuadrën e Ramis Sadikut, minuta 86 e duelit. Mundësia këtu Andi Bikliqi, goditja aty, në shtyll ndalët. Nuk ka fat këtu Bikliqi për qënuar edhe golin e 3 skuadra. E mbyllët këtu Ramis Sadiku, vazhdojnë luftën drejt Superligës.